Tashim duket se erdhi koha të flasim për atashimin ankthioz, anxious attachment, okay? Dhe e para punës duhet shohim se si ata e shohin marrëdhënien. Ata e shohin marrëdhënien si të ndërthurur dhe krejtësisht të bashkuar, të shkrirë, ku lidhja s'është dy individ të veçantë, por ne jemi bërë një i vetëm. Dua sa më shumë afërsi të jetë mundur, sepse frika më e thellë e një personi me lidhje ankthioze është se ti do të largohesh, ndaj më duhet të mbaj pranë. Kjo do të thotë më shumë afërsi fizike, një jetë të përbashkët në gjithçka. Për shembull, nuk është se unë kam miqtë e mi dhe ti ke miqtë e tu, por ne kemi miqtë tanë, motra ime është motra jote, e tjera si këto. Nganjëherë, kjo shkrirje totale në një e dy jetëve çon deri në humbje të identitetit ose të autenticitetit. Ndoshta mund ta keni përjetuar vetë diçka të ngjashme ose mund të keni dalë me dikë që duket sikur humbet krejt identitetin e vet për të përshtatur me ty. Ndonjëherë në fillim të takimeve me një person me atashim anktioz, ju krijohet përshtypja sikur keni gjetur personin e përsosur. Sa kjo pas ka qejf të njëjtat birra si unë, i pëlqejnë të njëjtat libra, të njëjtat videolojra, të njëjtat këngë si unë, është kaq e sjellshme, kaq mbështetëse. Atëherë pse duhet mos i afrohem unë kësaj? Pse mos kem kënaqësi të kem një lidhje me të? Dhe pse ndodh që ajo ju përshtatet kaq shumë juve? Pse ndodh kështu? Sepse ata kanë frikë se mos ju humbasin. Ndaj e mohojnë vetveten e tyre për të bërë qefin ty. E shohin marrëdhënien si diçka të brisht, pra, që mund të këputet nga momenti në moment nëse nuk sillen si duhet. Kështu pra, personat me atashim anktioz zakonisht kanë shumë pasiguri në marrëdhënie. Ato e ke tërkohës duke menduar, nëse nuk sillem siç duhet, do më braktis. Unë ndoshta s'jam e denjë për qëndruar me mua, por ja kam arritur kësaj fal disa manovrave të zgjuara, dhe po të heq dorë nga këto manovra, mund të më lësh. Në momentin që ndaloj së bëri diçka që i pëlqen atij apo asaj, kam frikë se ai apo ajo mund të largohet. Pra, frika kryesore është se tjetri do të largohet. Ndaj duhet të jesh tepër i gatshëm të bësh gjithçka që tjetri të qëndrojë. Synon pra një jetë krejt të ndërthurur, dua të qëndroj me ty, t'i lidhim aq fort jetët tona, sa më fort jetë mundur, që ti ta kesh krejt të pamundur që të më lësh. Kjo është pra obsesive, posesive. Në përditshmëri, nëse bisedoni me persona që kanë atashim anktioz, do të shihni se ata janë shumë të preokupuar për marrëdhënien e tyre. Mendojnë shumë për të, pra. Shumica mendimeve të tyre graviton ka marrëdhënia që kanë, okay? Veçanërisht kur në marrëdhënie përjetojnë konflikte. Duke qenë shumë të pasigurt, ata mendojnë, nëse ja shpreh troç se jam e pakënaqur ose i pakënaqur me diçka, mund të më braktisësh, më mirë të mos ta them fare. Kështu në njërën anë shmangin konfliktin e hapur, por në anën tjetër sajojnë konflikte në mënyrat e tjera, që do t'i shohim pastaj me detaje se si, çfarë natyre kanë këto. Dhe në shumë raste tipat anktioz shprehin pasiguri ekstreme. Mund t'i shihni ata duke i hedhur të gjitha traumat e tyre mbi ju, ose duke u vetë viktimizuar, duke thënë sa e paaft jam, sa keq ndihem, dhe ndoshta ai ishte dashura jote ka qenë shumë herë më e mirë se unë. A jam më e bukur se ajo? A jam më e zonja se ish partnerja jote? Kush ka qenë dashura jote më e mirë? Pse e bëjnë këtë sjellje pra? Sepse e kanë kuptuar se njerëzit në përgjithësi janë disi të dhëmbshur, dhe kur unë hiqem si viktim, dikush do më ndihmoj. Dhe ku qëndron truku? Ata kanë vështirësi ta përballin haptas konfliktin, por kjo s'do të thotë se nuk janë të zemruar ose të pakënaqur në një moment të caktuar të marrëdhënies. Atëherë shumë prej tyre fillojnë marifetet, bëhen shumë manipulues, sepse s'mund ta thonë haptas pse janë të mërzitur, ndaj shprehen, bëjnë shfryrje të tipit kjo e dashura jote është bërë shumë e bukur kohët e fundit, nuk e kap dot, nuk e ndjek dot nivelin e saj. Ja ke parë profilin në Instagram kohët e fundit? Ankthiozët pra bëjnë komente pasive-agresive, e bëjnë qime ntraj, zmadhojnë gjërat, ose mund të kenë kriza nervore, shpërthime histerike, ndërsa tipat shmangës nga ana tjetër avoidant prirën më shumë të jenë të mpirë emocionalisht, mbyllen në vetvete, ndërsa njerëzit ankthios nuk i mbysin emocionet brenda vetes, por i shprehin në shpërthime të forta. Dhe pse ndodh kjo? Sepse duhet kthehemi te origjina, te teoria e atashimit, sepse si fëmijë atyre u duhej që t'i amplifikonin, t'i rrisnin sinjalet e ankthit për të marrë vëmendjen e prindërve. Kjo i mësoi se kur jam e mërzitur, duhet të bëj shumë zhurmë e ta çoj gjithçka në ekstrem,
ashtu njerëzit vijnë me përgdhelin, me qetësojnë. Nuk është çudi pra që personat me lidhje anktioze të kenë gjasa më të larta për të devijuar në çrregullime histerike apo në borderline. Të gjitha këto pra kanë një rrënjë të përbashkët, një trong, vështirësi në menaxhimin e emocioneve. Mos e harroni pra, sistemi anktioz aktivizohet kur ti tërhiqesh. Nëse dikush tërhiqet prej meje, sistemi anktioz i atashimit ngre alarmin dhe do të provojë gjithçka të cilë përsëri ka meje. Kështu do të përdor edhe manipulime të tipit fajsues, do të përdor gjithçka që është e nevojshme për të na ribashkuar. Për shembull, nëse të bëj të ndihesh fajtor, që shikove Instagramin e ishit tënd dhe pastaj e leja të gjë për të ndenjur me mua, do ta shoh si fitore. Problemi është se kurrë nuk ta them hapur arsyen sepse jam e zemëruar, sepse nuk dua konflikt të drejtë për drejtë, nuk dua ta ekspozoj veten. Një shembull i bukur është kur i thua: "Ej, po ti ç'pate?" Dhe personi tjetër thot: "Asgjë s'kam." Pastaj ti e pyet prap: "Je sigurt që s'ke asgjë?" Po ta thash pra, asgjë s'kam, nuk e kuptoj pse mendon se jam e mërzitur. Je i lirë të bësh ç'të duash. Nuk e tregojnë drejt për drejt një konflikt asnjëherë, por bëhen shumë pasiv-agresiv. Përdorin fajsime dhe ndonjëherë edhe të ndëshkojnë duke flirtuar me dikë tjetër. Tani ju mund të pyesni, nëse dikush flirton me dikë tjetër, a nuk do të thotë se është ky atashim shmangës? Jo, domosdoshmërisht. Personat shmangës flirtojnë ose tradhtojnë për të krijuar distancë. Po afrohem shumë me këtë njeriu këtu. Më duhet të bëj një akt ekstrem për të ridistancuar me të. Ndërsa ata anktioz ndonjëherë e bëjnë, ndoshta edhe për t'u hakmarr, por qëllimi i tyre është që t'ju sjell më afër vetes pra, për të imponuar afërsi me ju nëpërmjet xhelozisë. Është e rëndësishme ta kuptoni dallimin, se është shumë dallim i fortë. Personi shmangës kërkon një arsye që të largohesh nga ai kur jeni afruar tepër. Tradhtia pra bëhet si mekanizëm për të më mbajtur në distancë perfekte me tjetrin. Pastaj kur ti largohesh fare, ata kërkojnë falje. Më fal, kam bërë gabimin më të madh të jetës, po si mund ta humbas personin më të rëndësishëm në jetën time? Të lutem, kthehu. Ti kthehesh dhe kur rishtas fillon të përmendesh idenë e fejesës apo të martesës, ata prap fillojnë e mendojnë për të zhvendosur në një vend tjetër apo fillojnë të hedhin syt rreth rrotull. Ky është cikli i lidhjes shmangëse. Ndërkaq, personi anktioz në momentin që e ndjen se ti do më lësh ose po ftohesh me mua, mund të bëj sjellje flirtuese me dikë tjetër. Madje mund të arrijë edhe aty sa të flej me dikë tjetër për të ndëshkuar ose për të tërhequr vëmendjen. Dhe nëse pas kësaj ti e mbyll lidhjen, ata do të përshpirten. O Zoti i madh, hape telefonin ose do të vras veten. Kështu pra e rrisin, e amplifikojnë sinjalin, intensitetin. Por kuptoje se në thelb është i njëjti veprim, tradhtia, por me arsye krejt të kundërta. Njëri, shmangësi, shkon në tradhti për ta mbajtur dikën në distancë perfekte, për të ridistancuar me të, ndërsa tjetri, anktiozi, e bën për ta mbajtur dikë afër, sepse në të dyja rastet tradhtia po shihet si një mekanizëm për të shëruar marrëdhënien, ndonse në një mënyrë krejt të keqe. Tipat shmangës nuk e kanë atë hapësirën emocionale as aftësinë as zhdërvjellësinë emocionale për të manipuluar ty në mënyra të sofistikuara, të nëndheshme. Ata nuk kuptojnë emocionet e veta, imagjinot tuat, ndërsa njerëzit anktioz nuk e thonë dot hapur se çfarë po ndjejnë, por përdorin këto lojrat emocionale, truket emocionale për të arritur atë çfarë duan. Tani që folëm mjaftueshëm gjatë dhe në detaje për sjelljet specifike të personave në secilin stil atashimi, është koha të flasim pak për zgjidhjet apo për kapërcimin e tyre. Dhe tani është koha të diskutojmë për diçka e cila quhet Theory of Mind, teoria e mendjes.